بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Me emrin e Allahut të falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atij lutemi na ruaj prej skeqjes së vetëve dhe veprave tona, cilën do që Allahu udhëzon, nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij, Gjelle Gjelalu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, mirësia, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, e mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Allahut i lutemi të na japë dije dobishme, të na bëjë që të përfitojmë në këtë dije, të afrohemi me të. Subhanahu wa ta'ala, kanë thënë dietarët, nuk është adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala me diçka më të mirë dhe më të dashur tek ai se sa kërkimi i diturisë. Jemi në këtë cikël të shpjegimit të akides ose të parathënies së Imam Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit për librin e tij Ar-Risale, një parathënie të shkurtër që e ka bërë në fushën e besimit. Dimin fjalën e autorit, Allah më shiroft kur thot el-ba'ithu ar-rusula ilayhim li iqamati al-hujjati alayhim. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili ka dërguar profetët tek njerëzit për t'i ngritur atyre argumentin. Për mirësisë më të madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë njerëzimit është që i ka dërguar atyre profetët. Dhe ka zbritur të këta librat për t'i udhëzuar dhe për t'i orientuar në rrugën e drejtë dhe për t'i nxjerrë nga errësira në dritë. Thot Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Në çdo umet kemi dërguar që të adhurojnë Allahun edhe t'i largohen taghutit. Mirësia e Allahut është e madhe, nuk i ka lënë njerëzit pa udhëzim, nuk i ka krijuar dhe t'i lë ata që ta gjejnë rrugën për tek ai, mirë po ja ka bërë çdo gjë të qartë. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuk kemi dërguar ndonjë të dërguar para teje, i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vetëm se i kemi shpallur atij se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se vetëm Allahun duhet të adhurojmë. Rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Të dërguar, të cilët të rreshin vrejtje, përgëzojnë dhe të rreshin vrejtje, që mos të kenë njerëzit arsyetim apo argumentim para Allahut. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "La ahadun ahabba ilayhi al-'udhru min Allah. Min ajli dhalik arsala ar-rusul wa anzala al-kutub." Nuk ka dikush që e don arsyetimin më shumë se sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye i ka zbrit librat dhe i ka dërguar profetët. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka lënë njeriu asnjë lloj mundësie ku njeriu mund të arsyetohet kur dali para Allahut. Pse s'ke besu? Jo, po nuk kam pas atë, nuk ka. Të gjitha format Allahu ja ka mundsuar, i ka dhënë arsyen, e ka krijuar gjithësinë në perfeksion, ka dërguar profetët, ka zbrit librat. Dhe dërgimi i profetëve dhe zbritja e librave janë mrekullim vete. Edhe nëse nuk do të kishte argument vetëm se jeta e profetëve, kjo do të kishte mjaftuar.
jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte argument në vete që në lindjen e tij, që para shpalljes, shpallja e mbas shpalljes, të gjitha këto kanë qenë mrekulli. Arabët i njihshin mirë kush ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, kush ka qenë para shpalljes, cilësitë e tij, jeta e tij e kështu me radhë. E më pas shpallja me cilën ai thirri, të gjitha këto ishin mrekulli dhe nuk i ka lënë atyre vend për ta kundërshtuar për diçka, vetëm se nuk deshën. Ama nuk kishin ndonjë argument për të mohuar profecinë e tij alayhi salatu wassalam. Besimi në profetët ne kemi prej shtyllave të imanit. Ai i cili nuk beson profetët, ai nuk ka besuar në Allah. Si mund besosh në Allah ndërkohë që nuk beson në ata të cilët e kanë përcjell shpalljen prej Zotit? Gjithashtu besimi në librat të cilët Allahu i ka zbrit. Allahu thot: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Nuk është bamirësia ose vepra mirë të kthesh fytyrën nga lindja ose nga perëndimi. Mirë po, bamirësia dhe puna e mirë është ai i cili beson Allahun, ditën e fundit, me lajket, librat dhe pejgamberët. Sikur se e kemi në hadithin e Xhibrilit, që kjo është prej shtyllave të imanit, kur e pyet Xhibrili profetin sallallahu alaihi wasallam, tregon çfarë është imani. Ai thot: besosh Allahun, me lajket, librat, të dërguarit, ditën e fundit dhe kaderin, pra qoftë e mira ose e keqja që të vjen. Profetët e Allahut azza wa jall janë shumë. Në Kur'an Allahu ka përmend me emra vetëm 25 prej tyre. Mirpo Allahu thot: "Wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsushum alayk." Kemi dërguar para teje profet, pejgamber, thot Allahu, prej tyre disa ti kemi shpall, disa ti kemi tregu në Kur'an, e disa tjerë nuk ti kemi tregu. Ndërsa ato që kanë ardhur në Kur'an janë 25. Në surën An'am, pra surja e 6 në Kur'an, nga ajeti 83 deri në ajetin 86 janë përmend 18 emra të këtyre pejgamberëve dhe të dërguarve. Ndërsa pjesa tjetër që janë përmend në pjesë të ndryshme të Kuranit është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Ademi, Hudi, Shuaibi, Salihu, Dhulkifli dhe Idrisi alaihimus salatu wassalam. Ndërsa 18 të tjerët janë si thëmë në surën An'am, pra surja e 6, nga ajeti 83 deri në ajetin 86. Për detyrë kemi t'i besojmë të gjithë profetët, pasi nëse mohon një prej tyre, i ke mohuar të gjithë. Madje edhe ata të cilët e përkatësojnë apo pretendojnë se nuk besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi janë pasues të Musait ose të Isait e kështu me radhë, ato faktikisht kanë mohuar edhe Musain edhe Isain. Pasi Musai a.s. dhe Isai a.s. të dy këto kanë thirrur dhe kanë treguar për ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mohimi i një të dërguari, dhe nga rast mohimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ja bëjnë njerëzit, është mohim i vet profetit, të cilët pretendojnë se e pasojnë. Kemi një çështje për sa i përket ndryshimit midis pejgamber dhe i dërguar. Për kufizimet që kanë dhënë dietarët, janë disa, edhe unë të them që nuk është e rëndësishmja të ndajmë si çështje, mirë po ajo që na intereson
është se i dërguari është më i mirë se pejgamberi. Nga përkufizimet që kanë thënë që pejgamber është ai i cili i është shpallur shpallja edhe të thras me një sheriat të një të dërguari që ka qenë më herët. Ndërsa i dërguari ka ardhur me një sheriat të ri, pra me një libër që i ka zbrit dhe libër. Kanë thënë që pejgamber është ai i cili, aleikum selam, pejgamber është ai i cili i është dërguar shpallje mirë, po nuk është urdhëruar që të thrasë njerëzit, po thjesht është, si më thënë, përkujtues pra në një popull. Edhe këtë mund ta bashkojmë me përkufizimin tjetër që kanë thënë, pra i dërguar pejgamber është ai i cili është dërguar në një popull besimtar, ndërsa i dërguar është ai i cili është dërguar në një popull mohues. Këto janë, domethënë, përkufizime, nuk është se siç tham, na intereson pasi vetë dietarët e sunetit, disa kanë thënë kështu, disa kanë thënë ashtu. Po ajo që na intereson është se të dërguarit janë më të mirë dhe më të lartë në gradë se sa pejgamberët. Dhe tek të dërguarit më të mirët prej tyre janë ulul azmi min ar-rusul. Pra ulul azmi min ar-rusul, këto janë më të mirët të dërguarve: Nuhu alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa tek këta më i miri është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith: ana sayyidu walad Adam yawm al-qiyamati wala fakhr. Unë jam zotëria i bijve të Ademit në ditën e Kiametit, në ditën e ringjalljes, dhe kjo nuk është përmburje, thot. Këtu lind një pyetje. Pse ka thonë unë jam zotëria i bijve të Ademit në ditën e gjykimit? A nuk është edhe në këtë dynja, apo është vetëm ditën e gjykimit? Si thoni ju? Dita e gjykimit i përfshin të gjithë. Po, kjo është një përgjigje. Sepse ditën e gjykimit, nga që në këtë dynja ka njerëz që do e përgënjeshtrojnë, ndërsa atë ditë do bëhet e qartë pozita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam te krijesat. Ai është i pari që do i çahet toka, domethënë që do ringjallet. Ai është ai i cili që ka për të bërë ndërmjetësimin. Në moment që të gjithë njerëzit i drejtohen Ademit, Nuhut, Musait, Isait e kështu me profetëve, të gjithë i thonë na u largoni sepse kemi hallin ton. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai i cili do të dalë, do të ndërmjetësoj. Ktu do i bëhet, do tregohet pozita që ai ka. Ai është i pari që do kalojë Siratën, është i pari që do futet në xhenet, pra që do t'i hapen dyert e xhenetit, do të shkojnë njerëzit për të pirë ujë nga dora e tij sallallahu alaihi wasallam në haud. Dhe kështu do të bëhet e qartë për të gjithë njerëzit pozita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është mirësi që Allahu na ka bë pjesëtar të umetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe duhet me ndje krenarie, duhet me ndje, domethënë, mirësi që Allah të ka dhonë që të ka bo pjesëtar të umetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga mësimet që marrim në hadithin e gjatë të ringjalljes është se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i cili, sikurse duhet jetë profeti normalisht, po ai nuk ishte profet veç për veten e tij. Ai ishte profet i dërguar, pra i dërguar që ne të marrim shembull prej atij sallallahu alaihi wasallam. Kur i ulet Allahut Jalla Jalaluhu
në sejdë, edhe i thot Allahu Muhammed shohu, kërko dhe do t'jepet, ndërmjetëso dhe do të pranohet. Kush është gjëja e parë që thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mbasi e çon kokën për asaj sejdë? Wallahu umeti im. Madje dim dhe ngjarjen tjetër që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke qarë, edhe i shkon Gjibrili alayhis salam e për ta pyet Allahu çfarë ke, më thon çfarë të brengos, çfarë të shqetëson. Edhe thot kam hallin e umetit tim. Edhe e dini hadithin që kthehet Gjibrili me fjalë prej Allahut subhanahu wa taala, që i thot o Muhammed, do të nderojmë ty dhe umetin tënd në ditën e Kiametit. Pra këto hadithe, pra ditën e gjykimit, këto hadithet mjaftojnë, pra nëse nuk shtohet dashuria për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk e di çfarë mund të ta shtoj tjetër, po gjithashtu nëse nuk merr mësim që muslimani është si trupi vetëm. Umeti sot është i gjakos. Umeti sot është i plagos. Me ato pak mundësi që ka robi mos harroj duan. Pra nëse ty të thyet dora ose të digjet, nuk zej gjumi natën, derisa të largohet sikleti që ke. Nëse nuk e kemi këtë ndjesi me vëllezërit sot, do të thotë që zemra ka problem. Të paktën mos harrojmë duan o vëllezër. Duaja është gjëja minimale që asnjë gjë nuk na kushton. Vazhdon autori, dhe me këtë fjalë të autorit po ta mbyllim. Thot, edhe ka mbyllur profetsin ose dërgimin e profetëve me dërgimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ka bërë të dërguarin e fundit, përgëzues dhe tërheqës vërejtje, thirrës për tek Allahu dhe pishtar ndriçues. I ka zbritur atij librin dhe nëpërmjet tij e ka hapur fenë e tij edhe ka shpjeguar fenë e tij dhe nëpërmjet tij ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Nga mirësitë e Allahut që e përmendëm është që na ka bërë pjesëtar të profetit të umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk kalon një të mirë vetëm se profeti sallallahu alaihi wasallam na e ka treguar. E nuk kalon një të keqe vetëm se na ka tërheq vërejtje prej saj sallallahu alaihi wasallam. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allahu I ka bërë mirësi të madhe besimtarve kur ka dërguar tek ata të dërguar prej vetes tyre. I lexon atyre ajetet e tij dhe I pastron dhe I mëson librin dhe urtësinë, edhe nëse ato më parë ishin në një humbje të madhe. Ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Dhe nuk të kemi dërguar, o I dërguar vetëm se pra për të gjithë njerëzit, përgëzues dhe shërtues, mirëpo shumica e njerëzve nuk e din. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Thuaj, o ju njerëz, unë jam I dërguar I Allahut për të gjithë ju. Te këto ajete kuptojmë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dërgimi I tij ishte I përgjithshëm dhe nuk përcaktonte disa njerëz. Që do të thotë, mbas dërgimit të tij sallallahu alaihi wasallam, njerëzit ndahen dy lloje. Ose besimtar ose jo besimtar, dhe nuk ka një të mesme. Të gjithë janë të urdhëruar ta pasojnë atë. Ai që e pason atë është besimtar. Ai që nuk e pason atë, ai është jo besimtar.
Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Muslimit, që transmeton Imam Muslimi, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Pasha atë i cili në dorën është shpirti Muhamedit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk dëgjon prej këtij ummeti ndonjë njeri për mua, thot, qoftë i krishter ose jehudi dhe më pas vdes dhe nuk ka besu në atë cilën jam dërguar, vetëm se do të jetë nga banorët e zjarrit. Kështu që jehudiu dhe i krishteri pas dërgimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk i bën dobi fakti që ato pretendojnë ne jemi pasues të Musait apo të Isait. Siç e përmenëm më parë, Musai dhe Isai kanë tregu për ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me mohimin që kanë bërë profetit sallallahu alaihi wasallam kanë mohu dhe të dërguarit e tyre. Po gjithashtu, përderisa i dërguari i fundit ka ardhur, është mbyllur profecia dhe ka fshirë të gjithë librat që kanë qenë para tij. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatamun nabiyyin. Nuk ishte Muhamedi babai i ndonjërit prej jush, por se i dërguari i Allahut dhe vula e profecisë. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Ne ta kemi dërguar ty, ta kemi zbritur ty dhikrin, pra Kur'anin, aleikum selam tullah, për t'i sqaruar njerëzve çfarë i ka zbrit atyre në mënyrë që të reflektojnë. Kështu që se s'bën njeriu, duhet punoj me atë që ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam prej Allahut. Thot: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Pra, këtu ka një tregim për ata të cilët mohojnë Kur'anin. Nuk kuptohet feja vetëm se, që mohojnë sunetin, hadithin e profetit. Nuk kuptohet feja vetëm se me atë që na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an nuk mëson të falësh namazin, në Kur'an nuk mëson haxhin. Thot profeti: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni siç më keni pa mua të falem. Thot: "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hijjati hadhihi." Merrni prej meje haxhin tuaj, se unë nuk e di, a do të kem mundësi të bëj haxh tjetër mbas këtij viti? Pra, nuk afrohesh dot me Allahun subhanahu wa taala vetëm se nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mësimeve të tij sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fjala e autorit wa hada bihi as-sirat al-mustaqim, pra nëpërmjet Muhamedit Allahu subhanahu wa taala udhëzoi në rrugën e drejtë. Thot Allahu: "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Ti thot orienton dhe drejton në rrugë të drejtë. Aleikum selam wa barakatuh. Kështu që rruga e udhëzimit është e përcaktuar dhe e përkufizuar me ndjekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk adhurohet Allahu vetëm se me atë që ka sjell profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka rrugë që të çon tek Allahu vetëm se nëpërmjet pasimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nevoja e njeriu për besim, nevoja e njeriu për udhëzim është më e madhe se sa nevoja e tij për ushqim dhe pije. Pasi ushqimi dhe pija janë mirësi dhe janë nevoja që njeriu ka në këtë jetë përkohshme, ndërsa udhëzimi është nevoja që ai ka kur dali para Allahut në mënyrë që të fitojë kënaqësinë e përhershme të Allahut. Prandaj udhëzimin në çdo namaz që falim, farz ose nafile, në surën Fatiha, në çdo varg, në çdo rekat, nuk është rekati i saktë nëse ti nuk e thu surën Fatiha. Gjithmonë themi ihdinas siratal mustaqim, pra na udhëzon në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin. Në rrugën e atyre të cilët ti ke begatuar dhe jo në rrugën e atyre të cilët
i e hidhëruar prej tyre dhe as në rrugën e të humbërve. Allah na dhënë udhëzim të drejtë, na bëft pasues të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na bëft që të ringjallemi, pra të vdesim sunetin e tij dhe të ringjallemi me të ditën e gjykimit. Nëse ka një pyetje, një paqartësi, një shtesë, Allah shpëbleft, edhe marinin shumë të mirë kemi. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah shpëbleft.